nëse donin që të hikte edhe syri keq, përveç shkripës, sidomos feja ortodokse, përdor rozmarinën. Po. Përdor rozmarinën që ta të lagur me ujë në cepat e shtëpisë. Në të kundërt, gjyshet tona përdorin rigonin. Edhe atë mbajmën të lulen e basanit. Për të hikur e keqja. Normalisht për të pasur një begati shtëpia dhe një mirëqenie shumë të mirë, lekët e vogla që ndarkat hidhen në cepat e shtëpisë që të burojë, se cepat e shtëpisë janë cepat më të errta të shtëpisë. Pra, fshihet energjia negative. Kemi mirë vetë, që t'japim atë energjinë e mirë njëri tjetrit. Cepat e shtëpisë mos i mbulojmë. Pra të jenë gjithmonë të lira cepat e shtëpisë dhe leku është edhe shtimi, nuk është puna vetëm të kesh mirëqenien, është edhe shtimi.